Pyetja për mua kush ishte sot? Këtë pjesë Për protestën, pra si do t'e përktheni ju? Edhe një herë. Këto janë ju jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e dieshme. Këto janë procese. Po. Por çfarë është një protestë tjetër? Kishim me 24 janar. Ju mos prisni dot, nuk ka në vendet e Bashkimit Evropian, nuk ndodh që çohet protesta dhe bie qeveria në sekond. Nuk ndodh. Ndodh përmes votës. Po atëherë pse e thrisnin qytetarët? Vota, ama do garantu nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. E kuptoj, atëherë pse i thrisnin qytetarët në protestë? Kur të shkosh aty, në fund fare ditës, neve jemi ke kjo pjesë e botës që nuk mendojmë që kjo neve do vendosim diktatura, apo do vendosim autokracira. Ne themi do vendosim demokraci. E demokracia nis ke ditë e votës. Dhe ti, deri ditën që ti do të kuptosh që okupatori nuk ta lën drejtën e votës, se do e mbaj aty me dhunë, siç e mbanaj. Sepse ju thatë, e mori kolpon para disa ditëve, thanë, kur mori gjë. Jo, kolpon e ka marrë shumë më përparaj. Jo, goditjen më të madhe e mori, sepse tashmë ka të izolluar, e mbajti të pezu, tashmë është izolluar. Besoj se ju, si unë, si dhe shumë njerëz tjerë që kanë ndjeni, ju e dini që ka qenë i këshilluar Mostaveri Zëvendës kryeministri që në shtator kur e vuni. E ai e vuri, mori përgjegjësi mbi këtë që. E ajo ka shmarrë panderur me datë 30 tetor. Shtyrja që po i bën, dhe unë ju thojra, është kapitulli mbyllur, ky është diskutim që ka mbaruar.